Ku ke punuar në Kam flotë? punuar që në kohën e regjimit komunist, kam punuar me anjet e peshkimit. Kam punuar peshkatar. Nga peshkatar kalova zënës kapiten se bëra shkollën nëntmujore në Durrës. Pastaj erdha këtu, mbas ushtrisë jam lidhur tërkohën vetëm me detin, me peshkimin, me tragete, me vapora. Kam mbaruar shkollën e lartë navigacion. Dhe sot jam me flotën më gjigante në Shqipëri të anive turistike. Regginës Group. Tani kjo është anije peshkimi, ajo është anije peshkimi, kjo që po prodhohet tani është një anije që është erdhur në planshet, do bëhet turistike. Po këto të dyja kjo është peshkimi dhe kjo është peshkimi. Tashi mund ta quajmë si një mini kantier këtu. Jo, është kantier tamam ky, se këtu bëhet çdo gjë. Pra ju e ndërtoni anijen nga fillimi. Nga fillimi, çdo gjë fillon nga Do fillimi. Po, nga fillimi deri në fund. Si e keni organizuar që kur ka filluar kjo? Po, këto janë me sezone. Kjo tani ka rreth në një muaj që ka filluar. Jo, që e keni filluar punën këtu. Po vajti rreth që në 2009 kemi prodhuar në Durrës, në Vorr, kemi prodhuar anijen e nea, të parë. Ne di e kam fotografiat. Këtu ka qenë vetëm Regjina Blu. Që është aktualisht sot anija më potente nga të gjitha. Pastaj është prodhuar Epi Regjina. Është prodhuar një anije që nuk e di çfarë kampionat është në Sarand. Dhe këto 3 anije të tjera. Me fjalë këtu janë prodhuar 6 anije. 6 anije brenda 3 vjetëve është një sukses shumë i madh. Me një që nuk mund ta quash dot kantier, të zbuluar në këtë mënyrë, po. Se nuk t'jep njëri as vend as tutje as të bësh një godin. Ja, punëtorët sot ditë shiu rin pa punë, duhet punonin. Sepse është kosto e punëtorit është shumë e madhe. Ti e dini që kemi hapur një ekspozitë detarie? Po më thuaj çfarë doni nga mua, nga gjërat e detit do t'ja japun.